Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Njihni këtë gjethe, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto 7 probleme. Gjethet e dafinës janë një bimë aromatike jashtëzakonshme e cila thjesht duhet të bërtypet dhe jo të gëlltitet. Pasi të keni përtypur për 5 minuta, duhet të shpërlani gojen. Vaji i gjethave të dafinës është një alat i shkëlqyer për njerëzit që vuajnë nga humbja e oreksit. Vitaminat që përmban nxisin urinë. Komponimet organike që gjenden te gjethet e dafinës përmbajnë enzimat që mund të ndihmojnë në luftimin e dhimbjeve të stomakut dhe në zbutjen e simptomave të sindromës së zorrës së irrituar, duke reduktuar fryrjen dhe gazrat. Për infeksionet e mishrave të dhëmbëve, rekomandohen shumë gargar me ujë të ngrohtë me gjethe të dafinës së bluar. Nëse keni një rast të gingivitit të vërtet, vajrat esencial që gjenden te gjethet e dafinës kanë një efekt të mirë antiinflamator. Si më sipër, mund të bëni gargar me ujin e ngrohtë me gjethe dafine të bluar nëse keni probleme me erën e keqe të gojës. Një mënyrë e shkëlqyer për të zgjidhur këtë është të përtypni 2 gjethe të njoma të dafinës në ditë. Gjethet e dafinës ofrojnë përfitime mbreslënse për organizmin. Dafina është një bimë shumë e pasur me vitamina dhe minerale shumë të çmuara. Ajo është mjaft e dobishme për shëndetin dhe për organizmin dhe ofron lehtësim nga shumë probleme, sidomos ato që prekin rrugët e frymëmarrjes. Nëse ju vuani nga ky problem, në këtë video do të mësoni përgatitjen e disa recetave të dafinës për të përmirësuar ndjeshëm simptomat për të cilave vuani. Receta me avullin e lëshuar nga dafina jap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbuloni kokën me peshqir dhe mbajeni fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Dafina përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik ulëzohet të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe të dafinës. Pasi të keni zgjerrë ato për 15 minuta, kulloni lëngun dhe lini të ftohet. Lëngun e hidhni në një tas qelçi dhe shtoni 6 lugë gjedhe me sheqer kaf në lëngun e një limoni. Përzjeni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun e fusni në kavanoz me kapak, të cilën mund ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Bëni kompresa me gjethet e dafinës. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronchitit. Me to ju mund të bëni kompresa të mira shëruese. Në një tenxhere të vogël hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të ketë marrë val, shtoni 3 gjethe dafine. Fikeni sopën dhe pasi të kenë kaluar disa minuta, në tenxhere hidhni një nap në të cilën më pas mund të përdorni si kompresor ose ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është që pasi gjethet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta, t'i vendosni ato menjëherë mbi krahëror. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e vajit të dafinës ju duhen 4 deri në 5 gjethe dafine në 2 gota me vaj bajamesh të ëmbël. I pastroni gjethet dhe hidhni në një kavanoz bashkë me vajin e bajames. I lini së bashku për 40 ditë dhe më pas mund të përdorni vajin për të përmirësuar frymëmarrjen ose kundër problemeve të sinuzitit. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës i diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësimin e një stomaku të trazuar dhe të zorrve. Dafina gjithashtu mund të lehtësojë edhe problemet e frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin dhe për të ndihmuar në problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin, që u lehtëson dhe eliminon bakteriet e rrezikshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Ai përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethe dafine. Lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur që reduktojnë irritimet e zonave të caktuara që mund të jenë të prekur nga artriti.
Dafina gjithashtu ndihmon edhe me shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës ka në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjaku në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve që gjendet te dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira që shkaktojnë mutacione të qelizave të shëndetshme. Këto përbërës parandalojnë mutacione të tilla. Dafina është një produkt shumë i mirë kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, element që ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin e momenteve më stresuese kur ankthi është më i lartë. Dafina është një zgjidhje gjithashtu kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë në lidhje direkte në rregullimin e niveleve të sheqerit. Konsumi i rregullt i gjethteve të dafinës nga gatimet tuaja mund të përmirësojë gjithashtu edhe luhatjet tuaja të sheqerit në gjak. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin dhe për organizmin në tërësi. Ato janë përdorur që në lashtësi nga mjekësia popullore në trajtimin dhe kurimin e shumë problemeve. Një recetë e vjetër që përdoret për shërimin e sëmundjeve të stomakut dhe të urthit gjithashtu. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen 10 gjethe dafine të thata të grimcuara, 4 lugë gjedhe me lëkura portokalli të grimcuara, i përzieni bashkë, hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zieni për 10 minuta. Pasi t'i keni zgjerë, i lini në enën e mbuluar për 20 minuta dhe më pas i kulloni. Ëmbëlsojeni me mjaltë dhe konsumoni 3 herë në ditë pas vakteve të ngrënies. Shëndeti i tretës gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i dafinës. Gjethet e dafinës kanë impakte të forta në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoi duke ulur nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat në rast se mund të jeni lëmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjethteve të dafinës ndihmojnë në tretje dhe qetësimin e stomakut ose zorës së trazuar. Gjethet e dafinës mund të përdoren në mënyra të ndryshme dhe vlerat më të mira të tyre do t'i merrni edhe në mënyrë të rregullt nga përdorimi i vazhdueshëm. Gjithashtu, kjo bimë ynore është e pasur me vitamina antioksidant natyral që njihet për vetitë e saj mbrojtëse për organizmin tuaj në tërësi. Gjethet e dafinës mund të përgatiten në mënyra të ndryshme dhe elementët që ato ofrojnë janë vërtet mbreslënse. Dafina është konsideruar si një bimë e shenjtë prej mira vitesh. Edhe përveç efekteve shëndetësore, ajo ka edhe përdorime të tjera. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e dafinës konsiderohen hajmalia e fuqishme. Kjo pasi besohet se lidhet me mirëqenien financiare dhe tërheqjen e parave. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj duhet të vendosni një gjethe të vogël dafine në një xhep të fshehtë. Kjo do të tërheqë kartmonedhat e reja që të jenë gjithmonë prezente për ju. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani parat. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e ruajtjes së pasurive sipas Feng Shui. Nëse do të shikonit edhe në një mënyrë më të mirë takimet tuaja të rëndësishme dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë me financat tuaja, duhet të mbani në dorë ose në rastin më të keq në ditar një gjethe dafine aromatike. Do t'ju jap besim dhe do të sjellë lumturi në momentet tuaja më stresuese. Kur hëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethet e dafinës dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë me atë rast. Vendoseni këtë flet në një vend të fshehtë dhe kur hëna të jetë e plot, digjeni atë. Hidhni irin jashtë dhe prisni që ëndrat tuaja të realizohen më shpejt. Kur hëna të mbushet, skuqni gjethet e dafinës në një tigan në zjarr të ulët. Për të rritur aromën, këshillohet që gjethet i spërkasni dhe t'i lyeni me vaj ulliri. Kur përmbajtja e tiganit të nuhas, fikeni sobën dhe lini erën të hyjë në të gjithë dhomat. Sipas Feng Shui, ky do të jetë një ritual i fatit që gjethet e dafinës do ta sjellin atë më pranë jush. Gjethet e dafinës përmbajnë shumë përfitime, gjithçka që u mbetet në dorën tuaj është përdorimi i tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.